Krishti e njeh mirë natyren teme, natyren tane. Krishti e din se jena mëkatnor, që jena të gabushëm, të dopt, të brisht, që shpesh herë për shkak krenaris, për shkak të egos, për shkak të unit në njerëzore, shumë gjonave tjera kapna maskeqes, lidhna aty maskeqes edhe nuk e lëshojmë. Ndoshta rrezikojmë edhe me gjetë kënaqësi aty. Por Krishti ka një problem tjetër. Problemi është që të mos ta ushqim vetveten me atë marrinë e jetës, me atë budallësinë e jetës, e cila nuk sjell asgjë, nuk sjell fryte, që na ngurtson, na bën të paaft me dasht, paaft me fal, paaft me te kalu të keqen. Ky është shkandëll. Kur mesim te e keqja, kur ngulim kam edhe në vend që me leju Zotin me hy, bëjmë vetveten Zot, edhe hym na i shkatrojmë te tana. Prandaj thot duhet feja. Feja është ajo që na çliron prej vetvetes, na çliron prej marrinave, edhe prej bindjes së mëkatit, e na bën bijin e Zotit. Të gabushëm po, por ama të përmirësueshëm. Të përmirësueshëm për çdo ditë. Ky gjë e bën feja. Na përmirëson e na bën me poshtë mëkatin e çdo të keqen.